3 nga 4 karriget e diplomacisë serbe janë dobësuar seriozisht. Marrëdhëniet me Washingtonin, Brukselin dhe Moskën vlerëson analisti i politikës së jashtme Boshko Jakšić. Ai përjashton Kinën, e cila sipas tij është e interesuar vetëm për investime dhe fitime. Sipas Jakšićit, dorëzimi i ndërtesës së shtabit të përgjithshëm nuk do të përmirësojë raportet mes Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara. Në fillim të këtij viti kishte shenja për përmirësim të marrëdhënieve me amerikanët, madje u përmend mundësia e një dialogu strategjik mes dy vendeve, por pas dështimit të Vučićit për të marrë pjesë në Konventën Republikane në maj, raportet nisën të përkeqësohen, tha Jakšić. Ai shtoi se kjo përpjekje për t'u dorëzuar shtabin e përgjithshëm amerikanëve i ngjan shqitjes së kompanisë nis tek rusët si tentativë për të fituar simpati politike. Sipas tij, ndërtimi i një kulle Trump në tokën evropiane mund të ketë vetëm rëndësi simbolike, por nuk do të ndryshojë asgjë në aspektin politik. Donald Trump është interesuar ta shkëputësë Serbinë nga ndikimi energjetik rus, ndërkaq përpjekja e Vučićit për të lajkatuar SBA-n ngjan me marrëveshjen e dikurshme me Rusin për Kosovën. Mendoj se Vučić ka një pakënaqësi të fortë ndaj Trump, që atëherë marrëdhëniet me amerikanët kanë qenë në një spirale në rënje. Kjo me shtabin e përgjithshëm është një përpjekje për të korrigjuar disi ato gabime në një mënyrë që më kujton shitjen e nisit të rusëve me qëllim që t'i lajkatojë ata për mbështetjen e tyre për Kosovën. Më duket se nuk ka asgjë të keqe në këtë dhe ne mund ta shohim këtë nga intransigjenca e Amerikës në lidhje me nisin, tha ai. Analisti serb vlerëson mëtej se diplomacia e Beogradit po përsërit gabimet e saj të vjetra. Pas luftës në Ukrainë, Serbia qëndroi neutrale për muaj të tërë. Tani, kur i duhet të bisedojë me Moskën për nisin, dërgon kryetaren e Kuvendit në Kiev. Pas kësaj, Vučić nuk do të pranohet më në Moskë, shtoi ai. Jakšić kujtoi edhe reagimin e ashpër të zëdhënëses ruse, Maria Zaharova, pas shitjes së municioneve të Serbisë te Ukraina dhe Izraeli, duke thënë se përfitimi financiar nuk duhet të jetë prioritet ndaj dimensioneve politike. Ai thekson se Serbia tashmë ka marrëdhënie të dëmtuara me 3 qendra të mëdha, SBA-n, BE-n dhe Rusin, ndërsa Kina mbetet e vetmja që ruan interesin e saj ekonomik. Sa i përket takimit të Aleksandr Vučić me Emmanuel Macronin, Jakšić u shpreh skeptik për ndonjë përparim. Macron as nuk ka autoritet as ambicie për të përmirësuar marrëdhëniet e Serbisë me Bashkimin Evropian. Gjermanët po të riqen nga interesi për Serbinë, pas heqjes dorë nga projekti i litiumit, tha ai. Sipas tij, ambicet politike të Vučićit janë shumë më të mëdha se mundësitë e tij reale. Ai dëshironte të ishte Viktor Orbani i ri, i mirë me Putinin dhe Trumpin, por nuk e mësoi as këtë mësim. Nuk është i pjekur për lojra të mëdha gjeopolitike dhe për këtë po paguajmë çmimin, u shpreh Jakšić. Në fund ai theksoi se çështja më e rëndësishme për momentin mbetet problemi me naftën. Rafineria e Pançevës mund të ndalojë prodhimin më 25 nëntor. Ky është problemi më urgjent që Serbia duhet ta zgjidhë, përfundoi analisti.